Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit dhe për të nisur po ashtu ditën ton maraton të gjatë. Do të thënë do të flasim për atë se çfarë po ndodh në showbizin shqiptar, për dinamikat në fakt të personazheve publik dhe për jetën e tyre. Në këtë minutash dhe këtë ditë dua ta nis me shumë dashuri. Në fakt, kur flasim për dashurinë, mendoj që dita nisën edhe më bukur, dita nisën edhe më pozitive dhe dua të ndaloj tek Mateo dhe tek Brikena. Ju e dini shumë mirë që Mateo dhe Brikena së fundmi kanë qenë në shënjestër të medias roz, do me thënë është komentuar shumë marrëdhënia e tyre, është komentuar shumë lidhja e tyre, është komentuar shumë dashuria, ka patur skeptik të ndryshëm për këtë marrëdhënie, ka patur përgjigje të ndryshme për këtë marrëdhënie, por në fund të ditës, do me thënë kemi arritur të kuptojmë që gjërat janë perfekte në dashuri. Me thënë drejtën, unë dua të jem koherent me ju dhe me veten time, që në fillim kur Mateo ka hyrë në Big Brother, do me thënë që në fillim kam patur një bindje që Zoti ka shkruar momentin fix që Mateo ka hyrë, do me thënë nuk është rastësi. Pjesa që Brikena dhe Mateo kanë hyrë në Big Brother, do me thënë Zoti e ka shkruar të tillë që çifti ta bën lidhjen e tyre publike dhe ajo gjëja që i kishte mbetur peng Mateos, që nuk kishte arritur dot që të jetë në krahët e Brikenës, ta shijon, ta jeton, por të merr edhe atë dashurinë e madhe të publikut, do me thënë Mateo ka qenë që atëherë, që ato vite, ka qenë i sinqert në ndjenjën për Brikenën dhe Zoti, siç duket, ja ka realizuar këtë ëndër dhe këtë dëshirë. Dashuria që nisi si një dashuri përallash, si një dashuri filmash, një dashuri me një surprizë shumë të bukur, me momente interesante, me momente ku të lehta e ku të rënda në fakt për marrëdhënie, sepse pikërisht kjo gjë e bën të bukur dashurinë. Sot është nga ato dashuritë që vazhdon të jetë më e suksesshme se kur. Unë kam thënë që atëherë që Brikena dhe Mateo janë të lindur për njëri tjetrin dhe të qëndruarit më së shumti me njëri tjetrin të ndihmon që ti të krijosh një kimi më të afërt, të ndihmon që ti të krijosh një personalitet edhe më të bukur dhe të ndërtosh një rrugë fantastike. Do me thënë, Brikena dhe Mateo jo këtë afrimitetin që nuk e bënin në Big Brother, do me thënë e bënin dhe atje, por sfidat e lojës, luftrat mes banorëve, fokusimi dhe në lojë dhe në dashuri, do me thënë nuk jep të hapësirën që ne të shohim atë që ne në fakt duam të shohim te Brikena dhe te Mateo, dhe pikërisht tani më që Big Brother i ka përfunduar dhe dyshja kanë të gjithë kohën e mundur që të ndajnë momente bashkë, të ndajnë kënaqësi bashkë dhe të kënaqen, të argëtohen me njëri tjetrin, e bën momentin edhe më fantastik. Fotografia që në fakt na ka shoqëruar gjatë gjithë kësaj rezumeje të marrëdhënies së tyre, të dashurisë së tyre, është pikërisht fotografia që Briteo ka përzgjedhur që të publikojë ditën e djeshme. Do me thënë, çifti vazhdon akoma që të jetë pranë njëri tjetrit, edhe pse njëri jeton në Tiranë e tjetra jeton në Prishtinë. Kjo tregon që dashuria e vërtet nuk njeh kilometra, dashuria e vërtet nuk njeh rrugë të gjatë, dashuria e vërtet nuk njeh lodhje, por ajo të bën që ti të jesh gjithmonë pranë partnerit që don dhe të kalosh çaste të bukura me të. Nga pushimet fantastike në fakt që kaluan në Bodrum, Brikena dhe Mateo nuk kanë ndenjur një ditë vetëm. Ishte Mateo ai që iku në Prishtinë dhe qëndroi tek banesa e Brikenës dhe së bashku udhëtuan për në Tiranë për t'u argëtuar dhe për të kaluar çaste të bukura tashmë në sezonin veror, në brigjet shqiptare, në atë kënaqësinë që vërtet ta dhuron edhe ta falën Shqipëria. Brikena dhe Mateo në një farë mënyre, kështu ta themi, në një farë mënyre bashkjetojnë
të dy së bashku, pasi që Brikena shumicën e kohës e kalon në Shqipëri, kur nuk është Brikena në Shqipëri, do me thënë është Mateo ai i cili e kalon shumicën e kohës në Prishtinë, me thënë çifti është jashtëzakonisht i lidhur me njëri tjetrin dhe kjo e bën të veçantë marrëdhënien, e bën më të bukur marrëdhënien, që të dy kanë raporte shumë të mira dhe që të dy kalojnë shumë bukur. Përpos që tashmë pas gjithë atij rrugtimi të vështirë që kaluan, domethënë asaj sfideje që ishte në Top Arena që dhe aty e përfunduan rrugtimin me shumë sukses, Brikena dhe Mateo kanë nisur edhe rrugtimin e tyre të paqes shpirtërore, në kuptimin që domethënë ta jetojnë dashurinë, ta shijojnë dashurinë dhe t'i gëzojnë dashurisë së vet momente të bukura, momente pozitive dhe momente me energji të mirë. Domethënë çdo gjë është perfekte dhe po shkon nga e mbara. Unë shpresoj që marrëdhënia dhe gjërat t'ju vinë gjithmonë në këtë formë, domethënë ta shijojnë momentin, ta shijojnë dashurinë, të shijojnë kënaqësitë e tyre dhe të na shpjegojnë të gjithëve se dhurata më e bukur në fakt në një marrëdhënie është të jesh pranë partnerit edhe personit që don. Ne do vazhdojmë të ndjekim ngjarjet më të fundit të Brikenës dhe të Mateos, domethënë lëvizjet e tyre janë këto, nuk është se kanë ndonjë lëvizje specifike, përpose të kënaqen, përpose të argëtohen, përpose të shijojnë momentin me njëri tjetrin, nuk ka një lëvizje tjetër specifike. Domethënë marrëdhënia është çdo ditë edhe më e bukur, është më fleksibël dhe po argëtohen, po kënaqen me njëri tjetrin. Uroj me zemër që gjërat gjithmonë, domethënë, t'ju shkojnë në këtë formë, të kënaqen dhe ta shijojnë të gjithë këtë moment të bukur që i fal ky luks që në fakt ato të dy kanë ndërtuar. Presim që së shpejti domethënë Brikena dhe Mateo të dalin me lëvizjet se ku do të pozicionohen në të ardhmen, cilat do t'jenë domethënë dy destinacionet e tyre, me patjetër që do të jetë një media, por nuk ka akoma një media fikse se ku Mateo dhe Brikena do të pozicionohen, me patjetër që do të jetë Top Channel. E kuptoni, kjo domethënë është me patjetër. Ndërsa nga ana tjetër, domethënë marrëdhënia dhe raporti janë fantastik. Ashtu siç dashuria e tyre ishte në Big Brother, ku Brikena e shikonte me bishtat syrit, me mimika, ashtu do të jetë në fakt edhe në të ardhmen, një çift që do të na befasojë dhe do të na dhurojë vetëm emocione. Vazhdoni na ndiqni me subscribe, vazhdoni na ndiqni me abonime të ndryshme në platformat tona digjitale, na dhuroni komente, na dhuroni mbështetjen tuaj ashtu siç ju dini ta bëni për të gjitha lajmet dhe të gjitha komentet që ne bëjmë.